Në laboratorin e Mideas nis një nga testet më ekstreme të ftojes. 2 ambiente, 2 temperatura ekstreme, një sfidë vetme. Sistemi ndizet. Temperatura rritet në të dyja ambientet. 35 gradë Celsius. Statujat prej akulli fillojnë të shkrihen në nxehtësi ekstreme. Testi vijon. Në dhomën e jashtme temperatura vijon të ngjitet. 45 gradë, por gjithçka vijon të funksionojë normalisht. Testi vijon. Temperatura në ambientin e jashtëm arrin në 50 gradë. Pamjet termike tregojnë diferencë reale. 100% kapacitet ftohës në 50 gradë Celsius. Me Midea Solstiq, freskia nuk ndalet, edhe kur vapa arrin limitet. Midea, lider në sistemet e kondicionimit.